Ta përcaktoj asnjë akt gjykimi gjykatës. Nuk më dhe përgjigje, më dhe interpretim. Përgjigje është se të shkojnë në zgjedhje apo shkojmë drejt konsilimit të kuvendit. Përsëris për 7 herë. Hajde për 7 herë. Okej, Teta, lutem. Kret moni më kthy. Kalojeni të 7-ën, shkojmë te Teta. Kret moni më kthy sepse Teta e vërteta. Fidani. Po, okej. Kam thënë kështu, që vendimi i gjykatës ka më dal ku ka më konstatuar shkelje, mos diskutojmë. Kjo është kry. E dyta i bindur jam që partitë të tjera shkelje o Fidan. Qysh së shkelje? Po nuk ka as Dimali që ka shkelja. Hajta kallzoj pse e kthejmë pikën ku ka bërë shkelje Dimali. Dimali ka bërë shkelje në short, kallzoj tha s'është shkelje o gabim ktheu. Te mbyllja se hajta ka vizatuar këto. Seonca nuk ka vlerësuar. Okej, mirë, në rregull, e kaloj. Tash është mirë s'është mirë, s'është me kalu. S'është shkelje. Ky është interpretim t'ia do Dy proces verbore i ka anulut kuvendi po se fjalën tash, e patë, çu tash se. Unë e di që nxis debat, ju kam thonë një 3. Veç me thonë Arbëre pak situatën. E dyta, unë jam i bindur që partitë tjera, LDK, PDK, kanë me gjithë në formë dhe kanë me votu në favor të një kandidati të listës së elektoratës dhe kuvendi konstituohet. Ky është versioni që kam thënë. Kam i dhënë drejta zotit Kurti 15 ditë. Opsioni është i njëjti ta shfrytëzoj ose ta mos shfrytëzoj. Në rast se shfrytëzon, unë jam i bindur që prapë kemë hyrë shtesë pas 15 ditë edhe disa ditë, tu thon mbi idenë që me gjet partner koalicionit. Nuk e gjen kalon të i dyti nuk ka opsion. Siç e dim, zoti Krasniqi që ka deklaruar që s'ka opsion për qeverinë presidentit. Po, edhe në fund na potencialisht ka mesi nëntorit ose fillimi dhjetorit mund të vendos data e zgjedhjeve, që orientimisht mund të jetë mesi janarit. Pra, në këtë situatë politike veç një gjë më të shmang zgjedhje, në rast se ndryshon qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, qëndrimi politik që mos me një koalicion. Kjo është. Unë jam i bindur që edhe një ftesë kam ja bë LDK-s, vetë vendosë kur të vjen radha. Kam ja bë edhe një ftesë. Po thotë që zoti Kurti do t'i shkruajë edhe një letër. Po, prap kam e i thirr edhe një herë dhe në fund, në rast se çfarë do të mbajë letër? Ftesë për takim. Letër dashurie. Ftesë për takim në cilën e përsëris edhe këto për 10 herë, Arben, që ka gabu LDK, që nuk ka shkuar në takim, me ja ofru kushtet që shkin në qeveri me ta. Një nga to ka qenë zoti Amigjiku sonte e përsëriti në S'po do një qeveri me to. Tha, o zotni, tha, a ka mundësi me i kërku tjetrës parti? Jo mund. Nuk po don me kërku tjetrit. Po mirë, ky s'po do një qeveri me to, marrë këtë drejtë. Po tha nuk dua, tha ty. Se don me hi zotri, shko ma to, ai ka thonë govet, hajde ma to. Shko ma to edhe në herë dhe të kallzoj